Sot përfundon afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Nëse deri në mesnatë ku vendi nuk arrin të zgjedhë presidentin, vendi mund të shkojë në zgjedhje të reja. Deri më tani është propozuar vetëm një kandidat për këtë post, Glauk Konjufca. Ndërkohë, qytetarët kanë mendime të ndryshme për situatën politike. Një qytetar thot se klima politike është bërë tensionuar dhe se gjuha e përdorur në debate politike është shqetësuese. Ai thekson se zgjedhjet e reja do të ishin barë për ekonominë dhe shprehet se do të mbështeste Vjosa Osmanin, pa marrë parasysh interesat partijake. Në këtë atmosferë ku boni kontaminim politik ka që madh, edhe tash nuk din njeriu se ka t'jam bërë, se në bo objekt i sulmeve, objekt i ofendimeve, objekt i çdo gjoje që s'ma ka marrë mendje se do të gjen një kulturë e tillë. Kështu të çështja e presidentit, normalisht se jemi aq varfër që më shku ka çvesh në zgjedhje. Kështu që unë kisha me qenë për Vjosën, megjithatë kisha me qenë për Vjosën, pa marrë parasysh ato interesat partijake, se për fat mirë nuk i takoj asnjëres parti. Mirë po, për çështjet Kosovës duhen gjithë duhen me pas tolerancë për shkak shpejtimit zgjedhjeve që do të jetë një rrezik, do të jetë një shpenzim shumë i madh, edhe do të jetë humbje e madhe për ekonominë e Kosovës, mirë po jo vetëm për ekonominë, po edhe për situatën politike të Kosovës në përgjithësi, se njerëzit do të polarizohen edhe më tepër se sa që kanë qenë. Ndërsa një tjetër qytetar shpreson që Vjosa Osmani të vazhdoj edhe një mandat në krye të shtetit. Ma të mirë se Vjosa s'me zgjidhim heq. Ti him, ka ti him, fundin të kryet. Qëtar për qëtar ti. Mirë ka ecë. Po që kjo është kryesore me konë prinsi mirë. Kjo për prins ma mirë si ka prins ka. Te qëtar ti. O dhe të përjina petë. Mbetet të shihet nëse deri në mesnatë do të ketë marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit, apo vendi do të përballet me zgjedhje të reja.